Listës së dëshmitarëve të propozuar nga mbrojtja e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi po i vjen fundit. Këtë të njëjtë dëshmi në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s e përfundoi edhe Michael Dërki, këshilltar politik në NATO që është dëshmitari i parafundit. Gjatë dëshmisë së tij ai tregoi edhe përvojën e tij me komandën e UÇK-s. Ne kishim këtë përshtypje që nuk kishte një strukturë solide ose të konsoliduar komanduese që dikush të ishte në nivel të lartë në Prishtinë dhe të jepte urdhrat, të cilat më pas do të çonin në veprime ose në operacione të caktuara në terren nëpër zona operative. Komandantët e zonave operative kishin autonomi të konsiderueshme dhe ekzistonte vullneti i tyre për të vepruar me kokën e tyre kur ata e mendonin të përshtatshme. Dëshmitari foli edhe për marrëveshjen e demilitarizimit që sipas tij komandantët e zonave nuk e pranonin. Ata mendonin që ishin elementët që do të udhëhiqnin Kosovën drejt pavarësisë dhe se kishin qenë pjesë e fushbetejave dhe nuk donin të ishin dorë lehtë nga roli i tyre thjesht se ua kërkonte komuniteti ndërkombëtar. Mbaj mend që ne jemi mbështetur te fakti që gjatë negociatave për këtë marrëveshjen e demobilizimit, komandantët e zonave u konsultuan paraprakisht, të paktën një grup prej tyre ishin të gatshëm ta pranonin dhe respektonin marrëveshjen. Kur u kthye në shtëpitë e tyre, konstatuan se shumë prej luftëtarëve ishin të pakënaqur me vendimin e tyre dhe pati trysni të brendshme, fraksione të brendshme, disa ishin bashkëpunues, por disa të tjerë nuk ishin. Duke folur për dhunën e zhvilluar gjatë 1999-s, ish-këshilltari amerikan tha se Thaçi nuk ka pasur autoritet të ndalojë diçka të tillë. Ai është pyetur nga prokuroria nëse ka lexuar aktakuzën ndaj ish-krerëve të UÇK-s, por i njëjti ka mohuar dhe tha se nuk e di as për çka akuzohen. Të hënën nga pasdita do të nisë dëshmin generali amerikan që udhëhoqi forcat e NATO-s gjatë fushatës ajrore kundër Serbisë në vitin 1999 Wesley Clark. Me këtë dëshmi përmbyllet cikli i dëgjimit të dëshmitarëve të propozuar nga mbrojtja e Hashim Thaçit. Posti për krime lufte akuzohen edhe Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi.